Prodhimet vendasit të Stinës po dominojnë aktualisht tregjet e fruta perimeve në Shkodër, duke sjellë një ofertë më të pasur për konsumatorët dhe ulje të çmimeve për një sër produktesh bujqësore. Ndërsa tregtarët thonë se bolleku i prodhimeve ka ndikuar drejt për drejt në rënien e çmimeve, blerësit kanë vlerësime të ndryshme. Për një pjesë të konsumatorëve kjo konsiderohet periudha më e mirë për cilësinë dhe çmimet, ndërsa për të tjerë, veçanërisht pensionistët, disa produkte vijojnë të kenë çmime të papërballueshme. Unë kuptaj që shiet kanë kënë 4.000, të shku 2.000, 1.500. Shumë mollat e tonë, bishtoje. Presim makinat më mirë, se dalin prodhimet më të freskëta, biologjike, edhe i blejmë më lirë më së Për faqet zesë, 4.000 lekë një varg bome. Nga ana tjetër tregtarët shprehen se pavarësisht uljes së çmimeve, fuqia blerëse mbetet e dobët. Sipas tyre, kjo situatë po krijon vështirësi jo vetëm për subjektet tregtare, por edhe për vetë prodhuesit vendas, të cilët përballen me sfida në shitjen e produkteve të tyre. Për shetë rregull vet, më shumë janë tregtar të si shetë vet se një si blejnë. Ja, sot 1 kilo domate ashit ka 2.000, 2.200, 2.500, 700 lekë çfarë domate. Urdhë. Tregjet e fruta perimeve në Shkodër vazhdojnë të jenë të preferuara edhe nga vizitorë të huaj, veçanërisht nga shtetas malazes që frekuentojnë shpesh këto tregje. Ata tërhiqen nga cilësia prodhimit të vendas dhe çmimet konkurruese, që në shumë raste rezultojnë më të ulta se në tregjet e vendit fqinj.